Jam Zvicrane, po me përardhje jam me Austrisë edhe Francës. Unë jam artiste, jam ardhur para disa viteve për një festival grafitash edhe meta. Prap e përsëri në botë, burrat e kanë hub vendin e vet. Sodit femrat e kanë vetvetja edhe është mjafton vetvetja. Edhe nuk kanë nevojë me marrë me telashit e burrave që e kalzojnë qysh me sjell, ça me bo, kur me bo, birma sup, birma bëne çto, e kupton? Unë du një burr se pare, dhe jo një djalë. Po burrat nuk është testosteron, është njeri gentleman që din jo me ta çel derën edhe nonën mas nej, burrat ta çel derën se din që ki vleft edhe ta çel derën, a kupton? Jam Zvicrane, po me përardhje jam me Austrisë edhe Francës. Po lejta me Kosovën, pse roni jetu në Kosovë? Unë jam artiste, jam ardhur para disa viteve për një festival grafitash edhe meta. Jeton këtu? Sa vitin në Kosovë jeton? 8 vjet. 8 vjet. Sa mirë gjuhën shqipe e flet, lëmt. Faleminderit. E patë vështirë gjuhën shqipe me mësu? Jo. Sa mësove për ta? Sepse e kam një në shpirt temën, edhe që një është në shpirt nuk është vështirë, dhe ne banë qështu prej Zotit, del. Se di qësh me thonë. Sa bukur e flet gjuhën shqipe, mo duke si shqiptare tamam. Shumica njerëzve besojnë që jam Shkodrës, se Ulqinit, diçka. Po tamam si Shkodrës në gjanë. Po Kosovë sa ke pasur vështirë me inkuadru, me mësu me Kosovën, me vendin tonë? Është vështirë, po kur shka vullnet e banë. Sa mujtë e mja dalë me këtë vullnetin tonë që e ki? Qysh sa mujtë me jadalë? Sa mund të më inkuadru në vendin tonë? Po shaj këtu jam të shku në punë, jam të vepru artën tem, të marrë me njerëz, me shkep dashnie dhe lumturi. Sa mirë. Edhe... Po njerëz të Kosovës ti pëlqen shumë? Po normal, ka 8 vjet jetoj këtu. Të Kosovës. A janë maksimum të Zvicrës si meshkujt të Kosovës? Besoj që meshkujt dita sodit janë në një koha që nuk din kush janë mo, edhe nuk din vend e tyre në shoqni, edhe kush donë mu konë në botë, ku donë mu konë në botë, nuk është ma mirë një njeri këtu, ose atje, ose këtu. Jena në një shoqni që është smutën kryt, që krejt duna ka pak me konsideru tjera, me ditë që kena nevoj për një tjetri, edhe burrat e kanë pas deri tash një vend që e kanë shfryzu pak për keq, edhe tani shuplak është tuja re, edhe janë ra, edhe duhen tash me qu ka daldale, si na femrat e kena pas me qu krejtjeta. Jam larg prej më konë me një feminist, aje nuk e du, se unë jam njeri që du njerëz, humanist, kush je, ku donë që jeton, çfarë religion e ki, dashni është Zoti, e Zoti është maj madh se gjithçka në këtë botë, din. Pra besoj që se cili e kena nevoj me taku prap, edhe me bashku prap, edhe me konsideru njëri tjetri prap, me nevojet, me sinceritet, edhe sidomos me vërteti. Mendon që po sjellin ndonë burrat meshkujt në Kosovë? Qysh? Po e shedhun që po sjellin burrat? Jo, s'është ajo që po thoj, që po thu është që burrat në përgjithësi jo në Kosovë, në botë, prap e përsëri në botë, burrat e kanë hub vendin e vet. E kanë pas të këtë vend ku e kanë pas me prute, shpia, gjithçka edhe bla bla. Dita sodit femrat e kanë vetvetja edhe është mjafton vetvetja. Edhe nuk kanë nevojë me marrë me telashit e burrave që e kalzojnë qysh me sjell, ça me bo, kur me bo, birma sup, birma bëne çto, e kupton? Që e kanë hub çet vend edhe çet fuqi që kanë pas. E dita sodit duhen me kriju vetvetja prap, me respektu femrat, do me thonë jo me respektu femrat në anën që se kanë respektu deri tash, po me gjetë mënyret e re, me kuptu që femrat kanë nevoj për mbrojtje. Kena nevoj për një vend ku një jem sigurt, ku një jem e dashëm, edhe kur na di jem e dashëm e mbrojtne edhe për krasne, për krajne, se di që shme thonë, tani we create, jena krejuse, edhe krejojmë
bota ma i bukur që ekziston aden, po qetësen mona me bo vetëm nëse s'kena nevojë me luftu me burrat tonë kohën, me ja kalzu qysh me sjelqa me bo, edhe mos me ja rrit si fëmijët tonën, po si burr që na këshyr na si esenca. A përkrahen vajzat Kosovë sheshe? Apo përkrahen vajzat prej meshkujve në Kosovë sheshe? Unë besoj që këtu e kena një shoqëni shumë e re edhe që ka mundësi me bo shumë senet me njëri tjetri. Këtu ka një gjenerat shumë e bukur edhe që për mendimin tem, pa që lumturi edhe dashni në këtë botë ka me ardhur prej Kosovë edhe për çata jetoj këtu edhe për çata veproj këtu. Veç besoj që duhet pak vëmendje, kuriozitet, edukim ka dale, edhe me ditë që me ndryshu nuk është i keq, është i mirë, kena nevojë, edhe that's it. Sa bisedë e këndshme na ke kënaqur. Faleminderit. Çfarë kush e thon gjithë në fund gjithë vajzave një mesazh? Vajzat, një këshill, merrni kohë për vetes, sepse kur merresh kohë për vetes e ki tani fuqia dhe dashni për me marrë me tjerve, edhe na jena femra, edhe kena këtë detyre me rrit luleve, edhe me kalzu, me tregu dashni, me rrit fëmijëve, me kriju, edhe na jena këto krijuese që bëjnë kusht shoqënore, që take care of yourself. Po kënaqja, e shijova këtë intervistë. Të uroj shumë suksese. Kosovë do të vazhdon hala me qëndru këtu? Jetoj këtu edhe Do vazhdon të qëndrosh për gjithmonë këtu? për gjithmonë ku me ditë, s'kam ditë që kam me ardhë, s'kam ditë që kam me fletë shqip, po Po si dihet, do të ta gjenë edhe dikan këtu që do të jetosh me të apo? ku me ditë? Do një djalë. S'është jo, një djalë, jo. Po kur mos thuaj kur? Unë du një burr se pare, dhe jo një djalë, edhe burr, bëni dalimi dhe në gjuhën shqipe meshkuj, burr djali, biri. Jo, burrat, na dojmë burr. Po burrat nuk është testosteron. Është njeri gentleman që din, jo me ta çelderin edhe ta çelderin. A kupton? Nduna me rrit vleft krejtve. Edhe kur kena rrit vlefte, nështë pi mendoj për me gjetë një burr.